Ardian Ozuni, i pandehur i dosjes Plumbi i Art, mohoi deklarimet e të pandehurit Nureddin Dumani. Gjatë seancës ai deklaroi se nuk e ka takuar kurrë Dumanin. Sipas tij, të gjitha ato që thot Dumani janë sajesa, duke pretenduar se nuk ka marrë pjesë në asnjë nga vrasjet që përmend Dumani. Këtë monstër unë nuk e kam parë asnjëherë në botë. Nuk kam unë leverdit hapsherrë dhe të vras njerëz se kam familje të mrekullueshme. Për çfarë më duhej mitrolozi mua të rrisni këtë doni? Nëse unë kam takuar ndonjëherë Dumanin, pranoj të dënohem. Janë të gjitha thashë theme, nëse del një gjë e vërtet nga ato që thot Nureddini, unë do var veten në mes të 313-ës, ose e ka mësuar dikush të trilloj, nuk e di. U shpreh Ozuni. Këtë të martë ka vijuar në gjykatën e posaçme seanca gjyqësore për dosjen Plumbi i Art, ku i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani ka dëshmuar sërish para avokatëve të pandehurve të tjerë. Dumani është përgjigjur pyetjeve të avokatës Altin Docit rreth ditës kur ai u arrestua nga policia pas një atentati të dështuar më 29 mars 2022 pranë fshatit Papër në vendin e quajtur Ura e Zezë në aksin rrugor Elbasan-Cerrik. Ai ka rrëfyer se ishte nisur në Elbasan për të eliminuar Oti Kikën dhe se ka arritur të njohë Talo Çelën nga mjeti prej cilit u qellua në drejtim të tij.